Bashkia Maliq sistemon familjen Brahimllari në një banesë me qira pas shembjes së shtëpisë nga përmbytjet. Pas publikimit të rastit të familjes Brahimllari në fshatin Zvirin, të cilës ju shem banesa si pasojë rresheve të dendura dhe përmbytjeve, Bashkia Maliq ka reaguar menjëherë duke i gjetur një zgjidhje të përkohshme problemit të tyre. Familja presantarësh, e cila deri dje jetonte në një kasollë të improvisuar me plastik pasi shtëpia u shpallë e pabanueshme, janë sistemuar në një banesë tjetër me qira, e cila do të paguhet nga bashkia deri në rikonstruksionin e plotë të shtëpisë së tyre të dëmtuar. Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Bashkisë Maliq kanë ndikur nga afër rastin që në momentet e para të emergjencës dhe kanë vlerësuar se kushtet në të cilën ndodhej familja përbën një rrezik serioz, sidomos për fëmijët. Për këtë arsye, është kërkuar menjëherë një zgjidhje alternative strehimi. Nuk do t'i lejmë qytetarët tanë në mes të dimrit në qiell të hapur. Familja Brahimllari do të strehohet në kushte të sigurta derisa banesa e tyre të riparohet, ka bërë me dje kryetari i Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu. Ndërkohë, grupet e punës kanë nisur procedurat teknike për inspektimin dhe më pas ndërhyrjen në shtëpitë e dëmtuara që të rikthehen sa më shpejt të banueshme.